Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Ditën e sotme, siç e keni ndjekur dhe nëpërmjet rrjeteve sociale, do të trajtoj një temë që ka të bëjë me aktualitetin, po jo në Shqipëri, por edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për një trinom shtetesh që tani më janë bërë pjatë e parë në çdo banak televiziv në të gjithë botën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani dhe Izraeli. Ndoshta nuk e rendita mirë sepse duhet vendos Izraelin parin dhe pastaj shtetet e tjera. Gjithsesi, do doja ta nisja kështu këtë emision me të ftuar që ju i keni ndjekur edhe gjatë anoncimit. Në krahun tim të majt kam aktivistin Sevin Seriani, mirëmbrëma Sevin. Mirëmbrëma Ulon. Po ashtu në krahun tim djathtë kam aktivistin Vilson Kulemani, mirëmbrëma Vilson. Mirëmbrëma Ulon, faleminderit. Kam gjithashtu në studio Kastriot Çipin, regjisor, gazetar, mirëmbrëma Kastriot. Mirëmbrëma. Dhe të fundit, por jo për nga rëndësia, kam avokatin Altin Goxha. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Faleminderit që me mu sot. Do doja faktikisht që ta nisja këtë emision me një koment parë të asaj çfarë po ndodh në botë, sepse mbrëm kemi arritur një paqe. Sa do zgjas është 14 ditë, por do të shikojmë se si do të procedohet, sepse lajmet vijnë kontradiktore nga terreni, u hap kanali i Hormuzit, u mbyll kanali i Hormuzit. Gjithsesi, ne do të shikojmë se çfarë po ndodh në botë, sepse fatet janë të kryqëzuara në ato shtete që unë ju përmenda, por nga ana tjetër më duhet t'ju them që dita e djeshme ka qenë një ditë që do bëhet më gjatë për shkak një deklarate të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili foli me disa fjalë të cilat ne nuk i kishim dëgjuar kohë më përpara. U fol për zhdukje të civilizimit, bëhet fjalë për Iranin, pra për persët, një vend që faktikisht nuk është pushtuar rëndom, kështu siç u tha ditën e djeshme, por më vonë pas asaj deklarate, për gjithë skeptikët, kemi paqe. Pra nga kjo deklarat shumë e fuqishme, kemi paqe. Armpushim. Se si ka ndodhur kjo, sigurisht do ta diskutojmë natën e sotme. Kastriot, do doja ta nisja me ty këtë emision, sepse do doja të pyesja ty për shkak se ti ke bërë dhe i status në Facebook, ku e ke goditur presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ke folur edhe për një njerëz të klonuar deri diku. Për shkak të veprimeve dhe Jo, puna e klonimit sigurisht që është ironi. Jo, ironi, po pra po. Është tallje, po thelbi është që ky Trump nuk njihet në raport me Trumpin që ka qenë në 4 vjeçarin e parë, në 4 vjeçarin e ndërmjetëm si opozitar, në fushat zgjedhore dhe madje edhe në fillimin në 6 mujorin e parë të presidencës, nuk është më i njëjti person. Pse? Po për të rënë shkurt mjafton vetëm kjo, që ka thënë do të mbyll gjitha luftrat që janë në vazhdim dhe nuk do të hap asnjë luftë të re, nuk ka mbyllur asnjë luftë dhe ka hapur një luftë më të tmerrshme se ato që gjeti, që kishin hapur para ardhësit. Pse është hapur kjo luftë sipas teje? Çfarë lexon nga kjo luftë? Pra ç'pun ka Shtetet Bashkuara të Amerikës që të sulmojë Iranin? Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar Iranin për shkak të planeve që kanë sionistët dhe duhet bëjmë një diferencim të qartë midis sionistëve dhe çifutëve, se nuk janë e njëjta gjë. Sionizmi është filozofi politike që kërkon zgjerimin e Izraelit në kurriz të gjitha vendeve të rajonit, ndërsa judaizmi, pra feja e çifutëve, është një fe si të gjitha fetë e tjera që mund të bashkëtojë fare mirë në paqe me të gjitha fetë. Dhe nuk është pengesë judaizmi për bashkëtesën e kombeve as në atë pjesë të botës, as në ndonjë cep tjetër të globit. Fatkeqësisht sionizmi nuk lidhet vetëm me komunitetin e judejve apo të çifutëve në botë, sepse pjesa më e madhe e sionistëve janë evangelistë, janë të krishterë amerikanë, që me sa duket sot kanë kontrollin e shtëpisë bardhë. Kush e ka kontrollin e shtëpisë bardhë? Sionistët. Sionistët. Po. Dhe ju mendoni pra që Donald Trump ka hyrë në luftë për shkak të Izraelit? Po. Ku e bazoni? Ose më saktë, të sionistëve, se as Izraeli nuk fiton nga kjo luftë. Dakor, sionistëve. Tyre që janë pushtet apo jo? Po, nuk kishte asnjë interes Amerika dhe nuk kërcënohej. Shiko, kushtetuta amerikane autorizon vetëm Kongresin të shpallë luftë. Po. Kritikët, teoricienët e të drejtës argumentojnë se në rast se sulmohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo ka një rrezik eminent që mund të sulmohen, atëherë presidenti mund të veprojë si kryekomandant i forcave të armatosura pa pritur miratimin e Kongresit.
Ta zënë, ndodhi sulmi i Pearl Harbor në 41-shin, ti nuk mund të mbledhësh kongresin. Po, pra, se jenë emergjencë. Po, sepse je goditur. Qartë. Këta e kanë shtrirë më tej, kanë thënë edhe goditje parandaluese ku rreziku është eminent. Po. Pra, ti shikon anijet armike që po të afrohen, apo këtë dhëna që po drejtojnë raketat kundër teje dhe avionet dhe ti godet atje ku janë. As ky nuk është rast. S'është as ky rasti. Qartë. Atëherë Dhe për më tepër, kongresi ndihet i pafuqishëm, megjithëse kanë kaluar 35 ditë nga fillimi i luftës, 37 sa u bën, ndihet i pafuqishëm të ndalojë presidentin. Pra, formalisht nuk kemi një luftë të shpallur, praktikisht e kemi Amerikën në luftë. Tani, Rubio tha, ne hymë në luftë, se po të mos hynim ne në luftë, Izraeli kishte vendosur që do ta niste luftën, Irani do godiste Izraelin. Pra me që hyri Izraeli pra, hymë në është si luftë. pasojë. Po këto janë fjalët e Rubios. Qartë. Pastaj Trump ka thënë shumë gjëra që nuk kanë lidhje. Pete Hegseth ka thënë gjëra të tjera, varet kë do marrin për Okej, për do më të doja një besueshëm. sentencë parë nga të gjithë. Wilson do ta vjoj me ty. Si e shikon këtë moment, domethënë përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë, sepse këtë punë e paqes do ta trajtojnë në një moment dytë, domethënë armpushimit, se më korrigjoj qipi në drejt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën në këtë luftë, ose më saktë u futën nga Izraeli në këtë luftë, që në fillim e kanë parë si një mungesë dëshire nga presidenti Trump, por dhe nga të tjerët, sidomos po të shohësh dhe deklaratat të ushtarakëve të ndryshëm në grada dhe general, të cilët janë aktualisht pa kënaqur me këtë luftë, sepse nuk e shohin patriotizmi amerikan është më i madh se sa i paku, sionistët apo presidenti apo kongresi. Dhe ushtria amerikane sot nuk është e motivuar për ta vazhduar këtë luftë. Nuk ka qenë e motivuar as në ditën e parë kur u bë sulmi. Dhe mendoj që presidenti Trump Bibi Netanyahu kanë një problem shumë të madh me vendet e tyre respektive, sepse askush nga vendet e tyre, nga popujt e tyre nuk e do më këtë luftë. Kjo më shumë se sa një luftë ushtarake është një luftë ekonomike. Ka dy fitues të mëdhenj, që është industria e naftës dhe industria e armëve, ka humbës të mëdhenj, pastaj që jemi të gjithë ne, janë popujt të cilët është rritur që në ditën e parë të sulmit amerikano-izraelit në Iran është rritur me 15% fuqia e naftës, por nafta nuk është vetëm si konsum personal i makinës, por ka rreth 88 produkte jetësore që është motori i industrisë, qoftë në bujqësi, qoftë në blegtori, qoftë në industrinë e jetesës përditshme. Sot që flasim është rreth 40% më e lartë nga nisja e luftës, çmimi i naftës. Dhe këtë po e rëndon çdo qytetar i globit. Këtu pastaj shihet rëndësia e kësaj lufte. Nuk është një luftë ushtarake mes dy shteteve apo tre shteteve, është një luftë ekonomike. Kjo është perceptimi im për sa i përket luftës. Okej, Sevin edhe tek ti për ta lënë avokatin. Mendimin tim, kjo lufta përcakton të ardhmen e botës, në kuptimin e fjalës se kush nga tezat do mbizotroj. Pra, ajo çfarë u vunës provë me anë të kësaj lufte ishte Amerika si shtet imperial, apo duke u referuar doktrinës Monroe. Pra, për ta shpjeguar doktrinën Monroe është përcaktimi i fuqisë amerikane në gjithë kontinentin amerikan. Vetëm kjo luftë mund ta ndante këtë gjë. Neve e shikojmë sikur janë dy palë në konflikt. Po në fakt nga të dyja krahët është multilaterale, sepse ke Irani ka interesat, Rusia, Kina dhe India, po themi, përcaktimi sa ardhmes nëse do jetë një polare bota apo do jetë shumë polare bota. Dhe nga ana tjetër, përveç se ndarjes Amerikë dhe Izrael, kemi dhe në përbërjen e Amerikës këto ndasit midis kësaj që unë përmenda më përpara, pra ata që duan SBA-n si një forcë imperialiste apo si një forcë sovraniste. Dhe kam idenë që Trumpi ka lëvizur midis këtyre dy ujrave. Normalisht që kjo ka krijuar dhe një ndasi në brenda Amerikës, kjo lloj lufte, duke evidentuar fare qartë të mirat dhe të këqijat e secilës nga doktrinat e parashtruara. Unë mendoj që nevoja e SBA-s vërtet nuk ishte eminente, pavarësisht se në të dyja kampet brenda SBA-s përcaktohet si një luftë ekonomike ku përcaktohet petrodollari apo dhe mënyra se si do jetë e ardhmja e botës energjetike e nesërme.
Shoh çuditshëm pastaj edhe çështjen e Europës, e cila ka luajtur një rol e tërhequr, duke ditur që Europa në të gjithë përbërjen e saj në çdo shtet të saj, po jo vetëm si Bashkimi Evropian, është kryesisht sioniste, dhe fakti që s'po i vjen në ndihmë Amerikës apo Izraelit krijon një dyshim shumë të arsyeshëm. Plus që në këto momente ne jemi duke përjetuar një luftë të ftohtë, jemi duke përjetuar një luftë prag luftës botërore, dhe janë një konglomerat faktorësh që ndikojnë në këto momente, por kjo është, po themi, ajo që çfarë parashtrohet në këto dy teza. Do doja një sentencë nga ana jote, se si e ke parë luftën deri tani, domethënë vit 35 ditë luftë dhe pastaj do shkojmë te armpushimi. Dhe te deklarata e Trumpit, se ajo është shumë e rëndësishme. Ka një konsensus global që kjo luftë është urdhëruar nga Izraeli. Dhe Amerika po zbaton urdhrat. Ky perceptim global lidhet në dy drejtime. Një nga ngjarjet që zhvilluan, si filloi bombardimi i parë gjatë një paradite me aeroplan izraelit, ku zakonisht bombardimet që bën planifikuara mirë bën natë, për një arsye teknike. Dhe ishte një fakt i kryer. Pra lufta kishte filluar. A ishte ndjeni Trumpi, as ishte ndjeni, këto janë teori që ne nuk kemi asnjë lloj kapaciteti për ta ditur. Ne vetëm japim atë çka shohim. Çka do thotë kjo është një luftë e Izraelit. Un kam mbi një vit që them që Amerika është tokë e pushtuar e Izraelit, nuk është thjesht Palestina. Po kryeqyteti i Izraelit nuk është Tel Avivi. Është Parisi, New Yorku, Washingtoni, Los Angelesi, City of London, Roma, është Berlini, sepse perceptimi im bazohet tek shumë njohuri që kam marrë mbi një botë të rreme dhe të gënjeshtër, dhe në vitin 1992 një kandidat për president republikan amerikan, Bakanal mbi emrin aftësisht, deklaroi përballë Capitol Hill, pra para parlamentit, ta bëjmë thjesht për publikun, me një tabelë, hapi fushatën e tij presidenciale bashkë me gruan, që vroi tabelë tokë e pushtuar e Izraelit. Në këtë kuptim, Amerika nuk ishte e pushtuar nga Izraeli se erdhi Trumpi. Trumpi e gjeti pushtuar Amerikën nga Izraeli. Problemi qëndron që siç tha dhe më përpara, deklarata që ka bërë para 2 ditësh Trumpi, para 10 Trumpi, që do shohemi civilizim të tërë, ka shokuar gjithë dynjan për faktin se kjo është një deklaratë vetëshkatërruese, absurde, dhe këtë mund ta shkruajë vetëm Irani për t'ia dhënë armikut që t'i bëj fushat Iranit, propagandistike, favorik. Dhe ka qenë një nga deklaratat që përcakton edhe termat e kësaj historie. Unë mendoj që Trumpi, për një shkak apo një tjetër, për arsye që ne nuk i njohim, është një lloj i marrur i peng. Është i marrë peng nga Kongresi, është i marrë peng nga lobja i pak, është i marrë peng nga Izraeli, është i marrë peng nga Bibi. Është shkak dosjeve, siç mendojnë shumë vetë, që deri më sot nuk ka dalë një faqe dosje që të kompromentoj Trumpin, ka vetëm insinuata, por deri më sot nuk ekziston një faqe e dosje që Trumpi të ketë një pozicion kompromentues. Por unë mendoj dhe vazhdoj ta them prej 7 muajsh që ne shohim Epsteinin, por Epsteini si puna e ujkut dhe çakallit. Unë mendoj që çakalli vërtet është zjarrit kushte. Ka qenë 15 vjet në atë shtëpi, dhe nëse Trumpi ndihet i kontrolluar për ndonjë skelet në dollapet e tij, ky mund vi nga zjarri i tij e jo nga Epstein. E nisëm nga fakti që po të ishte se Trumpi do kishte frikë Epstein file, do kishte të gjithë mjetet e duhura me njerëzit besnik të tij që kishte kontroll të zhdukte çdo të dhënë. Ndërkohë që ne duhet të harrojmë asnjëherë që kur janë publikuar dosjet e Epstein, aty të gjitha të redaktuara. Po mendoj se çfarë pune voluminoze, 3 milion faqe të redaktuara. Çdo 3 milion faqe të redaktuara, me qindra njerëz që kanë njohuri se ç'kan pas dosjet. Pra këtu s'kemi të bëjmë me sekret. Sepse janë 300 njerëz të paktën minimumi që janë të njohur me këtë lloj sekreti. Do të thotë s'është më sekret. 2 veta do ta dinë sekret, edhe më 300 vet. Çka unë mendoj që Trumpi është në pozitën e një pengmarrje politike, familjare, personale e panjohur, por dim që është në një pozitë që po bën krejtësisht të kundërt asaj që ka premtuar fushat, duke humbur bazën e vet dhe gjithë mbështetësit e tij që kanë bërë fushat për të. Tani, si e shoh unë këtë gjë? Unë gjatë natës kam studiuar teoritë e lojës në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe eksperimentova një model bazuar tek teoritë e njohura ndërkombëtare, të marrëdhënie ndërkombëtare, teoria e lojës si quhet, ku futa një faktor të ri që nuk ekzistonte në teoritë e lojës, si i tërë. Ekzistonin copra
të shpërndarë, po jo një model i vetëm. Ishte modeli i pengmarrjes në nivel ndërkombëtar, në marrëdhënie ndërkombëtare. Pra që ndodh kur një shtet merr peng presidentin e një shteti tjetër. Po. Dhe përdor këtë pengmarrje për të arritur objektivat e tij. Që do thotë me detyrim përcaktim ti do të bësh këtë luftë, e cila nuk është në interesin tënd, është në interesin tim, por ti s'ka alternativë, do ta bësh. Dhe unë ndërtova një model tek pyetja, po kur pengu reagon duke shkatruar lojën, veten dhe palët. Dhe sipas modeleve më të mira teorike që ekzistojnë sot në botë, kanë përdorur shumë dhe inteligjencë artificiale për modelet ekzistuese, ato që aplikohen, më rezultoi një model hibrid shumë interesant. Ka dy modele të pengmarrjes. Një ti do bësh atë që them dhe ti do e bësh, një ti do bësh atë që them dhe ti se bën. Unë futa një faktor tret. Nëse ti e merr përsipër detyrën, por ti e shkatron detyrën, duke bërë më shumë se ç'duhet, duke prishur gjithë lojën. Dhe nisa nga batuta e Trumpit, shkatrimi i një civilizimi 3000 vjeçar. Mbi këtë lojë më dilte ky rezultat. Nëse Trumpi në gjithë të sjellje është në vetëshkatrim plot, ky është tashmë një fakt botror i reputacionit të tij të rrënuar. Tashmë të gjitha mediat tregojnë që Irani ka fituar betejën teknologjike të mediave sociale. Propagandistik. Pra, në aspektin e propagandës, Izraeli është fitimtar mbi Amerikën dhe Izraelin bashkë. Mos harrojmë çfarë po. Irani. Një cop Iran, që e akuzojnë pa të drejtë sikur ka bërë hakerimin e sistemeve tona cop-cop, ka fituar betejën me fuqinë më të madhe teknologjike të globit, që është Izrael dhe Amerikë, në aspektin e kontrollit të informacionit. Pse? Sepse gjithë sjellja e Trumpit ka qenë totalisht vetëshkatruese. Si thuaç, sikur kanë paguar që të prishi punë vetes. Në këtë fakt, unë e marr si faktor, po, ky po shkatron komplet pozicionin e tij. Ky nuk po shkatron vetëm pozicionin e tij. Ky po shkatron gjithë lojën. Ky po shkatron luftën, po shkatron skenaret dhe mbi gjitha po shkatron pengmarrësin e tij, që është Izraeli. Pse e them këtë gjë? Sepse në të gjitha Avokata, nuk duket që po e justifikon prap Trump. jo nuk po do del ke më kundër këtë. Unë them është marr peng. Po pra marr Si peng, po. Po të gjë të merresh peng. Një president që merret peng nuk është më president, apo jo? Qartë. Unë po them si po luajnë në këtë teori të lojës, sepse unë kam gjetur kjo teori lojës sa përgjigje që si gjejmë dot me asnjë vend tjetër. Ky është çmendur ky njeri. Këto që bën ky, janë normale, nuk janë normale, apo? Po sigurt janë racionale, si lëvizje. Dhe marrin faktorin A. Nëse Izraeli ka një plan të shkatërrojë Iranin, apo jo? Dhe duket në të gjitha format vret çdo negociator, shkatron çdo lloj mundësie paqe, bën çdo lloj gjëje që të mos ketë paqe. Në këtë moment, pyetja që bëhet është, ku sot rezultati i lojës? Sot kemi një policë të ri botror të trafikut në gjirin e Hormuzit, që s'ka qenë kurrë. Iran. Cakton se cilat anije do kalojnë të parë dhe cilat dyta, apo do kalojnë apo s'do kalojnë. Dhe ndërkohë, kjo është e pandalshme. Kjo nuk është më në kontroll. Kjo është fuqia e re e Iranit si polici i çmimeve të naftës në botë. Jo në Amerikë, jo në Izrael, po në gjithë botën. E dyta, sot Irani është vendi që duan ta kenë mirë të gjithë. Modeli spanjoll. Nuk do kurkush më të ketë sherr me Iranin, sepse pasojat janë ekstreme në ekonominë e atij vendi. 3. Sot Irani ka një reputacion global që po përballet me superfuqitë e botës. Dhe po i reziston me heroizmin e një shteti komb ku pavarësisht se si mund ta shohin njerëzit, qindra mijë njerëz shkojnë në përura, infrastrukturë për ta mbuluar me trupat e tyre Për ta mbrojtur. bombardim. Çka tregon një ndërgjegje të lartë të një shteti komb, të një vendi. Po si mund të kthehesh nga një shtet diktatorial të nesër në një shtet hero? Pikërisht, Si ka mundësi? sepse kjo luftë prodhoi kontrollin totalisht të Iranit nga garda revolucionare dhe në një vend që thotë do shkrihet, do zhduket, do shfaroset, do shkatërrohet, edhe opozitarin e kthen një pyetje. Ç'do bëjnë shqiptarët me Ramën krye, po do sulmoj Serbia? Do rinë të luftojnë me Ramën apo me Serbin? Qartë. Çka do thotë? U prodhua dhe patriotizmi. E katërta që është më e rëndësishmja, dhe këtu është finalja e gjithë kësaj historie. Çfarë mund të bëhet një vendi si Irani sot? 10 bomba atomike të jedhësh asgjë si bën dot. Pse?
si ka shpjeguar dhe Tucker Carlson, para se të vendosë armë pushimi, këtij vendi s'ke çfarë i bën, sepse dhe po u shkatrove, dhe po e bëre, Gjirin e Hormuzit të harroni, e kanë ata në kontroll, si ushtri apo si grupe ushtarake apo para ushtarake. Çka do të thotë bllokimi është i sigurt. Tani pyetja është, mbas kësaj 35 ditëshi, Irani është më i dobët apo më i fortë? Është më i fortë se kur. Është më i fortë sipas teje. Po jo, marrëdhënie ndërkombëtare, asnjë s'do sherr me Iranin. Okej. Deri s'do të sherr me Izraelin, tash s'do me Iranin. Tani prit. Tani kjo që bëri Trumpi është çmenduri, është lajthitje, është psikopati. Pyetja është, po sikur pengu në lojën, teorinë e lojës, të shkatroj pengmarrjen duke shkatruar veten, që është opsion i panjohur në teoritë e lojës. Dhe këtu është një opsion i ri në lojë. Shkatron veten, fuqizon armikun duke bërë goditje fuqizuese ndaj armikut, që është i targetuar armiku. Ndërkohë, shantazhuesi, që këtë rast do ishte Izraeli, po ju mbet të gjitha. Pse po ju mbet të gjitha? E para sepse është një luftë që mund ngeli vetëm. E dyta, është një luftë që ka kundër gjithë botën, dhe e treta, kjo lojë është remi. Nuk ka si mundet Irani, sepse sikur të vrasësh 1 milion vetë, sikur vrasësh 2 milion vetë, janë 80 ca milion vetë që tashmë janë të bashkuar. Tani pyetja finale është, Trumpi është një çmendur? Se mua më del, po prish lojën. Lojën e kujt? Rrim te kjo. Të kontrollit të Amerikës nga Izraeli. Dakor. Kastriot, Trumpi është një çmendur? Për mua jo. Për mua jo, për mua Trump deklaratë e djeshme që do zhduk civilizimin e. Po çfarë ka dorë tjetër të bëj? Irani po përgjigjet dhëm për dhëm. Po? Sa herë që ka përshkallëzim të ashpërsisë sulmeve amerikano-izraelite, ka përgjigje me të njëjtin përshkallëzim nga Irani. Ata kërcënojnë të shkatrojnë infrastrukturën civile, Irani përgjigjet nuk do të ketë këmbë kompania amerikane në Gjirin Persik, nëse kjo ndodh. Do zhduken gjithë bazat e të dhënave të Google, Apple, kompanive të mëdha të teknologjisë lartë që prodhojnë shumë para për buxhetin e Amerikës. Për mua Trump e ka të qartë që Mossadi edhe të vret. Siç edhe shantazhon me. Është peng Trumpi i Izraelit sipas teje? Patjetër që është. Për mua Trumpi e ka fare të qartë marrëdhënien. O, $100 milion të Adelsonit në fushat, mbaj dhe justifikoj atë që për arsye pse të kanë çuar atje, ose kurdo që ti do duash të dalësh kundër, alternativa është dosit Epstein dhe një plumb si Charlie Kirk. Pra, Trumpi nuk është budalla. Trumpi e di me kë ka të bëjë. Kërkoj që një plumb i shpëtoi Trumpin thosh. qartë, tani edhe i pyetje kam unë Kastriot, me që jemi te kjo. Po. Deklarata e djeshme e Trumpit, si të duk ndërkohë që prodhoi një rezultat apo jo? E di që është interpretim infantil. E qytetërimit. Po pra, dhe pastaj u prodhu paqe, se domethënë. Po s'ka bërë vetëm këtë, ka bërë. Kemi hyrë shumë thella, ndërkohë kemi rezultat konkret. Shiko, të thashim, me sa duket ai e ka të qartë që ushtarakisht nuk e mposh dot Iranin. Mund ta çojë një luftë tepër të gjatë, tepër të kushtueshme, edhe me humbi jetësh njerëzore. Po për ta fituar nuk ka për ta fituar kur. Kush fitoi dje, domethënë sipas teje? Për mua ka fituar Irani. Ka fituar Irani. Po. Domethënë edhe avokati edhe fitore e përkohshme të kuptohet, fitore taktike. Shkurtimisht se do shkojmë Fitoria finale është do ta jap pastaj. Kush ka fituar nga marrëveshja e djeshme? Irani, patjetër është Irani. Po për ty? Tregoj fort. Unë mendoj ka vetëm një shtesë të vogël. Lufta deri dje ishte SBA Izrael vs Iran. Sot lufta, pra ose më saktë me deklaratën e Trumpit, lufta kaloi nga ajo që unë para përmenda në Trump vs Iran, që do të thotë Trumpi e ka luftë në thelb ose në dukën e gjithë e pjesës tjetër të botës që Trumpi është në fronin e parë të luftës. Që do të thotë të nesërmen dhe negociator nuk ishin më as Jared Kushner dhe as pjesa tjetër që mbulosh nga Izraeli duke kaluar fuqinë tek Pakistani. Po pra, po kush fitoi nga marrëveshja po them? Po them, unë gjykoj që nuk ka një fitues, po ka ndryshim me atë veprim që bëri, unë shikoj si një ndryshim të kursit të marrëveshjes. Pra nuk është më SBA-ja, është Trumpi ai që Unë mendoj që dje. Po, jo, të shkojmë në publicitet, ke diçka të shkurtër? Jo, do të thë kush fitoi. Po. Unë mendoj që dje. Po ti e the pra Irani, prandaj s'pyeta. Jo. Dje ka fituar Irani, ka fituar Rusia, ka fituar Kina, ka fituar përkohësisht me ankth dhe me dhimbje Europa, ka fituar gjithë bota dje, përveç Izraelit dhe personalisht Donald Trump. Donald Trump, por unë e shoh personalisht Donald Trump si një vetëshkatrim i kontrolluar
dhe i planifikuar. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, i kthehemi për pjesën e dytë të emisionit për një analizë më të strukturuar dhe më të thellë tani, sepse ishte vetëm pjesa e parë dhe sentenca e parë, publicitet. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit, Vilson e nisim bashkë. Tani kemi deklarat presidentit amerikan që tronditi botën, të jemi realistë, domethënë edhe mund të ketë bërë një dëm të parë i kuperueshëm edhe se si do perceptohet ndërkohë amerikanët, Donald Trump Dhe një avantazh për Iranin, apo? Po. Ndërkohë, nga kjo deklarat, pastaj po marr kronologjinë, nuk duam të jem as naiv as infantil. U prodhu paqja, armpushimi. Tani si e çmonton ti këtë moment? Tani pam një deklaratë të Trumpit që realisht në gjuhën diplomatike është autogol. Por Trumpi kështu është, kontrapetal. Pra është po ky Trump që gjithë jetën ka qenë kontrapetal në çdo gjë që ka bërë dhe në çdo gjë që ka thënë. Por është origjinal. Unë kam përshtypjen që ai këtë deklaratë kaq të rëndë ka bërë më shumë për t'i treguar dhe popullit të tij rëndësinë, po dhe popullit të Iranit rëndësinë e arritjes së një armpushimi. Sepse unë ta thash edhe në fillim të misionit, Trumpi vetë nuk e di në brendësi të tij se çfarë do, se ndryshe është kur thot avokati që është peng apo nuk është peng, por unë di që populli amerikan, ushtria amerikane dhe të gjithë nuk e duan këtë luftë dhe nuk është lufta e tyre. Kjo është një luftë në të cilën ata kanë ngecur. Edhe për t'ju treguar rëndësinë e arritjes së këtij armpushimi, ai ka përdorur, mendoj unë, terma të rëndë të llojit të zhdukjes së civilizimit. Por natyrisht që ka pasur gjatë kësaj kohe ka pasur dhe kanalet diplomatike të cilat janë marrë me arritjen e armpushimit. Për shembull, doli faktori Pakistan, që deri dje nuk ishte. Madje sot Trumpi foli me konsiderata të larta për Pakistanin, për kryeministrin pakistanez dhe për popullin pakistanez, si një faktor shumë i rëndësishëm i rajonit, i cili arriti armpushimin. Pavarësisht se është arritur një armpushim i brisht që 2 herë në ditën e sotme pas arritjes së armpushimit ka pasur prapë mbyllje të ngushticës së Hormuzit dhe sulmet vazhdueshme si të Izraelit ndaj Libanit, po ashtu dhe të Iranit ndaj vendeve të gjirit, siç ishin Kuvaiti, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Por ky 2 javësh kam përshtypjen që do të jetë një 2 javësh ose një 14 ditësh shumë i rëndësishëm për të kuptuar se çfarë pasojash ekonomike ka kjo luftë në të gjithë globin dhe përfundimisht unë arri në përfundimin që Irani është i vetmi shtet fitues i këtij armpushimi, sepse së pari një herë fiton reputacionin, që është shumë e rëndësishme. Pra të gjithë vendet mjafton të hapësh rrjetet sociale për të parë komentet mbështetëse apo dhe që nuk i kishte përpara. Ishte një shtet diktatorial, një shtet i prapambetur me ato pamjet ishin shumë të rënda. Protestat që e përmendi avokati ishin shumë të fuqishme para kësaj lufte. Ndërkohë sot kemi një unifikim të popullit iranian kundër uzurpatorit. Po themi që në këtë rast është Izraeli bashkë me Shtetet e Bashkuara. Nuk është më Ajatollahu. Ajatollahu është, po Ajatollahu është nuk është më për këta, pra kanë armikun tani të dera. Patjetër, ato thash vërtetuan që ishin një shtet komp, ishin një perandori dhe jo më kot janë perandori 3000 vjeçare, janë patriot, shkuan dhe u bën barikat njerëzore me trupat e tyre në të gjitha veprat e tyre infrastrukturore dhe energjetike. Okej. Po, vjoje se do të pyes avokatin. Pra kjo e bëri pastaj më të vështirë sulmin e supozuar që kishte menduar Trumpi. Pra edhe nga kjo ndikoi, thoni. Patjetër, sepse i bindet që ti të bëjë Amerika shtet genocidial. Avokat, a mendon ti se Izraeli është jashtë loje për momentin, sepse e kam parë me vëmendje, domethënë që e para ka qenë i përfshirë në tryezën e bisedimeve Izraelit te ky armpushim i ri. E dyta, duket sikur ka mbet pa tekst, domethënë nga kjo lloj paqe që u ka bërë në thojza. Dhe e treta, çështja e Libanit. Ai thotë do ta sulmojmë, ndërkohë nuk jemi të qartë se cili është qëndrimi i palës tjetër në raport me Libanin. Pra ku e shef Izraelin në këtë zhvillim të ri? Po është negociata, është bërë në një vend që nuk kontrollohet nga Izraeli, Pakistani. Por ka një karakteristikë të veçantë ky vend. Është fuqi atomike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe po të shohësh mënyra si është bërë negociata, ka një surprizë në Izrael. Në Izrael kemi një pamje filmike që ka bërë buj sot në botë, se si u ngeli countdowni thatë. Kishin vënë orën që po i vinte fundi Iranit apo jo. Tani ka një teknik ushtarake. Nëse jemi dy palë
Po. Ne kemi një armik, po nuk kemi të koordinuar, ose më saktë, nga çast në çast të vjen e papritura nga Izraeli, siç ka ndodhur gjithmonë. Kush është mënyra më e mirë për të kontrolluar marrëveshjen? Po. Ta mbash në muhabet Izraelin, tash do sulmoj unë, do bëj unë, pra ti mos u fut se më po prish mua sulmin shfarosës, sulmin që mund të ishte atomik sipas shumë perceptimeve. Po pra, se ashtu i bie. Pikërisht pra. Dhe në këtë moment Izraeli s'mund vepronte. Kjo mund të ketë qenë dhe koha e dur që i duhet J.D. Vance që paraqitet sot në botë, jo si Donald Trump, se këtu është një ndarje shumë e madhe. Se fituesi real politik në Amerikë. Në këtë çast dy persona në Amerikë, dy fituesit më të mëdhenj. Një quhet J.D. Vance, që është dhe globalisht fitues, një tjetër quhet Tucker Carlson. Dy personazhe që duhet i përkasin 2028-s. Sepse Trumpi nuk kandidon më në 2028. Për më tepër që me këtë lloj kontrolli dhe shantazhi të detyrimeve që ai të kërcej me fyllin e Izraelit, unë besoj që roli J.D. Vance ka marrë një format tjetër botror. Njeriu që do paqe, që uzime Bibin, që i tha këtë ti na e ke punuar, ti e ke mashtruar Trump. Këto janë gjitha teatro, politikë të spektaklit, të prodhimit të figurës pranueshme, kur një figurë bëhet e papranueshme. Polici mirë, polici keq. Qartë. Ndërkohë që po të shohësh mënyra si është bërë negociata me Pakistanin, tregon që është bërë një krejtësisht i jashtë kontrollit të Izraelit në detaje. Trumpi i çonte Putinit, përfaqësues të Bibi Netanyahu dhe të lobit jude për paqe me Ukrainën. Jo sepse s'kishte këtë i çonte. Jo se këta ishin suksesshëm. Po i çoi dorën e parë të luftës në Ukrainë. Për kë e ke fjalën për Zelenski? Jo, për Putinin. Po pra për Putinin, po pse jude aty domethënë? Sepse ajo nuk është lufta e Rusisë me Ukrainën. Pra... Ajo është lufta e judejve që janë si elitë botërore, që prodhuan Ukrainën, prodhuan Iranin, prodhuan Gazën. Pikërisht, dhe ai çoi dorën e parë, me këta e ke punën, se ke me mua. As me këta të Europës si llogarit më kush. Koncepti është që në këndvështrimin tim, loja që po luhet në gjirin persik është një lojë që synon të bëj Iranin, armikun më të madh të Izraelit, nivel botror, ta bëj superfuqi rajonale, për shkak se ka dy armë. Çelësat e naftës, gjithë botës, dhe detyrimin në çdo vend të botës ta ketë mirë me policën e trafikut të energjisë, që siç e tha Wilsoni, nuk është nafta e makinave more. Po, qartë. Është themeli i gjithë ekonomisë globale. Shumë e drejtë. Sepse pora, Hormuzi bie gjithë furnizimi botror dhe i hapet rruga Rusisë dhe i hapet rruga paqes në Ukrainë. Pra kjo quhet shamat. Problemi si luhet kjo lojë? Trumpi duhet të jetë vazhdimisht presidenti më i mirë i Izraelit, jo i Amerikës. Dhe agresiviteti i tij psikopatik është shfaqja më e mirë që ai ditë luaj. Dhe vetë shkatërimi i tij i planifikuar në këndvështrimin tim, sepse dëgjoj, ka i problem. Unë ndjek Dritan Goxha rregullisht. Ndjek në anglisht shumë podcaste. Nuk gjej podcast më koherent se të Dritan Goxha në anglisht. Dritan Goxha ka ditë që kur para se filloi lufta, kur filloi lufta, si do lufta, sa kishte kapacitet në Amerika dhe çfarë do ndodhte. Që do thotë, kur e di Dritan Goxha në Shqipëri, nuk e di ka një ekspert ushtarak në Shtëpinë e Bardhë, që ne do prodhojmë një super Iran. Pse? Se Irani nuk matet me leadership. Irani nuk matet me anije, se s'ka. Nuk matet me aeroplan, se s'ka. Irani matet me aftësi shkatërruese të kaosit rajonal. Dhe kjo e bën Iranin superfuqi rajonale, sepse kontrollon çelësat e botës, cilët janë ngushtica e Hormuzit. Po nuk e ditë Trumpi këtë gjë, Trumpi është idiot, nuk e di. Jo, e di, edhe idioti e di. S'ka lidhje se Pra kemi zbatimin e një skenari që e ka marrë në qaf atë që unë kam një vit që e them, Donald Trump është mallkimi më i madh që i ka ndodhur ndonjëherë Izraelit që ditën që u shpik në 1948. Okej, Kastriot, e shikon Izraelin në pjesë të negociatave të lojës tani në këto momente? Pra nga Jo, në këtë moment duket që nuk është, po unë nuk besoj se ka pasur as negociata SBA-Iran. Po si? Nuk besoj se thjesht kanë ndërmjetësuar Pakistani. Po? Ka bërë telefonin e prishur dhe fakti është që për shembull për Libanin nuk janë marrë vesh. Do më thënë, SBA dhe Izraeli thonë Libani nuk është pjesë e marrëveshjes për anë pushim. Irani thotë po është, dhe me që ti s'po e respekton këtë pjesë, unë po s'po respektoj as hapjen e Hormuzit. Por Izraeli në deklaratë e Iranit është Libani, në 10 pikësh në Iranit.
Po mirë, nëse ka marrë vesh atëherë s'duhet sulmonte Izraeli. Jo, Amerika tha Amerika thot nuk është. Jo, Amerika nuk tha nuk është, ka thënë Izraeli. Ka një problem. Ajo një Ka sekond. thënë Donald Trump, Po ja, nuk është. Po në 10 pikshin korniza që tha Trumpi, do marrin kornizën e Iranit për diskutim. Një nga pikat është Libani. Dgjoj, momentalisht Trump thot nuk është, unë po them çfarë thot Trump, jo çfarë thua Po ti. Trumpi thotë të dyja, thotë kjo është korniza me 10 pika. Nuk është arrit marrëveshje me 10 pikë, është Sa arrit gjëra thjesht thot- në pushim. Jo është korniza thotë. Do jetë një bazë mirë për me negociu ka Po pra, Po. momentalisht ka vetëm bërë Tani, pushim. Izraeli është shumë i pakënaqur dhe kjo është arsye që ka intensifikuar sulmet ndaj Libanit është i pak nga arbushimi. Absolutisht. Absolutisht pa ndoj, Izraeli po pristet të vdiste në Amerikan, duke luftuar në tokën e Iranit për llogaritë Izraelit, se Izraeli ka deklaruar që nuk do të çojë trupa. Siç nuk ka çuar as Po në ndërkohë konflikte kanë të tjera. nxit ndërhyrje, domethënë ushtarake, toksore të amerikanëve, apo Po jo? pse jo? Po pra, shumë interesant. Pse jo? Nëse ti ai budallasta që të zihesh me të fortin e lagjes, të cilin e ka mërzitur unë mëngjes, se ka bërë unë si i fort. Pse të them unë jo? Po. Hajde më zgjidh ti se unë se zgjidh dot me atë. Po pse po bë luftë ky Izraeli me Iranin? Për t'i ra shkurt për i publik që e ndjek tek emisionin dhe se kupton. Projekti sionist ka qenë qysh në kryet herës, jo një projekt pacifist për të siguruar një stret të sigurt për që i futut e keq trajtuar në Europë, por ka qenë një projekt për një luftë të përjetshme, një zgjerim të vazhdueshëm territoreve që garantojnë një konflikt si një perpetuum mobile, si një makinë përsosur që nuk ndalon Edhe kurrë. në Iran, me marr territoret e Iranit. Jo, territoret e Iranit nuk ka nevojë të marrë, por duhet dobësohet Irani që të merren territoret e tjera të krijohet Izraeli i madh. Pra ky është pak a shumë thelbi i konfliktit. Po krijohet Izraeli i madh, Po pra, është e qartë që po bëhet. Tani që të bim dakord, ose Trumpi bën lojën e Izraelit dhe këtej si mund negocioj pa Izraelin në tavolinë? Si e shikon? Unë nuk mendoj që ka pasur negociata, thash. Unë Pra, mendoj që ka dakord, pasur këtë arpushim propozim, si e ka arrit Trumpi, ndërkohë që është peng Izraelit. nga Pakistani, shiko. Politikën në Amerikë nuk e drejton një njeri vetëm. Netanyahu për shembull, as Trumpi. Janë disa lobe të fuqishme me të cilat ti duhet të balancohesh. Ndryshe njëri prej tyre mund të rrëzojë. Trump ka thënë vazhdimisht që në Iran do shkojmë të marrim naftën. E ka thënë dhe këtë. Sot Caroline Lewitt ka thënë që neve levit mund të marrin përqindje nga gjoba që do të vendoset për çdo anije që do kalojë, nga tarifa, se tas gjoba. Irani kërkon $2 milion për çdo anije që kalon. Edhe thotë që do ta ndajnë me Omanin. Shtetet e Bashkuara dalin tani dhe thonë duam dhe ne pjesë. Pra, nga një luftë mund të shkohet dhe në një marrëveshje të tillë që të ndajnë parat bashkë. Po pra, sa ai tha do bëhen shumë para në këtë marrëveshje. E Pra- përmendi Trumpi. Pra, Trumpi vazhdimisht përmend naftën dhe ka shumë njerëz që spekulojnë që thonë që një nga arsyet pse po vazhdon kjo luftë është se për sa kohë lufta vazhdon, rritet presioni mbi Japoninë, mbi Kinën, mbi Indinë që janë konsumatorë të mëdhenj të naftës dhe kanë nevojë, nuk e mbyllin dot me një treg tjetër, të detyrohen të lidhin kontrata afatgjata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra për të blerë naftë amerikane, që s'është e thënë tjetë amerikane, se nesër mund të jetë venezueliane. Në qoftë se Amerika përfundimisht arrin të bëhet sekseri i naftës së Venezuelës, ka siguruar furnizim të gjithë botës me naftë. Venezuela është rezerve jashtëzakonshme, është më e madhe në botë. Ndoshta këtë lojë do ta përpiqet ta bëjë me Iranin, pse jo? Qoftë se do ta lejojë Iranin, ti thotë, "Ok, hajde merre ti naftën, shpo ti, mjep mua përqindjen që më takon edhe shite ti." Përse dia do të ndodh kjo. Po deri atëherë Trumpi duhet estime. Tani, a është Trumpi i Izraelit? Trumpi Si ka mund hyrë në negocioj- luftë, Trumpi ka hyrë në luftë për Po si Izraelin. mund negocioj pa Izraelin tani? Po përpiqet. Po përpiqet të Po bëjë një drejt. përpiqet. Po Pra, përpiqet. mund kemi edhe ne çudi të madhe ndërkohë, në rast se Që gjërat ti nuk dali janë ashtu. që ti dali hapur kundër Izraelit jo. Kjo s'ndodh kurrë. Sepse S'ka arsye. rrezikon. Jo. Po nuk i del Okej, kundër. një sekond. është Aulon. lojë shau me shumë pa Aulon, gjëra në gjithsesi. qoftë se i del kundër, i bie që s'pas ka qenë shantazhu. Po pra, nëse i del Po nuk kundër, ka mund nevojë ndodhe të edhe dalë në kundër. atentat ndaj Trumpit, apo jo? Po pra, prandaj dhe po kjo është them, ideja. prandaj po them që këtu problemi nuk është thjesht nafta kush merr përqindje. Pyetesh kush e ka të Erimsat. Asnjë s'pyet. I ka City of London. Naftën e Hormuzit e kanë kompanitë e sigurimeve të mbretërisë angleze që kanë 200 vjet, 300 vjet pushtet financiar mbi detet. Dhe kalimi i naftës në përqindje që mund t'i ndajë Irani, Amerika, Omania, ku di unë, që është thjesht renta e kalimit, Po, si fenomen i ri, po, që është emergjent, po. i përkohshëm, se dim sa të vendoset linjë ere. Po di do të kontrollosh logjistikën e naftës në botë?
nuk është pushtet, është super pushtet. Qartë. Që ka pas City of London deri dje. O Sevin, të bëj një pyetje tani me që jemi dhe te Trumpi se Donald Trump i ka rënë reputacioni sipas teje? Domethënë se ka vetëm një vit në pushtet më burr, domethënë Në Amerikë po. Në Europë nga kjo luftë. po absolutisht. Më saktë tek kjo 35 ditë që i fundit. Po pra. Se lufta ka qenë se ka pas edhe sulmet më pashme. Po ka kjo 35 ditë që dhe sidomos 5 ditë që i fundit, pra duke filluar nga Pashkët, me deklaratën që ai bëri për Pashkët, që ishte një deklaratë shumë ofenduese kundër çfarë lloj parimi ose besimi krishter, respekti krishter, që është themeli i Amerikës. Pse? Po sepse ishte një gjuhë me shumë vulgare, e cila nuk i shkonte shumë për shtat presidentit e Amerikës, aq më tepër në ato situata. Michel, se dëgjoj, ka problem që është edhe emocional. Po. Sevini është i krishter. Po. Dhe Sevini pret ditën e Pashkëve, mesazhin e urimit, të paqes apo jo. Ndërkohë, Ajo ishte deklaratë të mërshme. Ishte kundër po ju e keni mbështet Trumpin, domethënë kur them ju flas në kuptimin Po pra. Jo, edhe krishterët duke i përfshirë edhe katolikët dhe evangjelistët kanë përshtypur Trumpin. Po. Tani të kalojmë ke një gjë tjetër. Jo, të kalojmë të rrim këtu herë. Se është shumë e rëndësishme kjo. Do pse të vetëm ti të mos. Jo, dakor, jo du ta pyes thjesht. Jo ç'mendon Sevini edhe herë, ai sa ka lexuar, ai sa ka parë për reputacion. Do të bëj një apologji. Or edhe unë e kam përshtar. Jo, ka diferencë. Kjo gotë që shikon këtu ka qenë gotë me Trumpin apo? Në sa emisione ke? Jo, ka të bëjë me elemente. Ai ishte krishter. Okej. Është e vështirë pyetja sepse përzihen dy elemente. Elementi i besimit edhe elementi i analizës. Dakor. Ja, është një konflikt i real. Unë po të jap përgjigjen për atë çdo pyetje. Po. Në Amerikë, pushteti jude që kontrollon Amerikën, që është tokë e pushtuar, jo Izraeli. Izraeli është shtet fake. Nuk është shteti vërtet. Izraeli është krijuar për të fshehur kryeqytetin e vërtet të tyre, që nuk është një, po janë shumë. Paris, Rome, Londër, New York, Washington, Los Angeles, që është Hollywoodi, etj. Izraeli është shtet fake. Por Izraeli ka shpikur krishtërimin dispensionist, që është një falsifikim i krishtërimit, në një kontroll 100 ca vjeçar, që kontrollon gati 60 milion vota të krishterësh, të manipuluar, Amerikan, në raport me sionizmin. Dhe lufta reale që bëhet në betejën komunikuese, dhe ajo që po bën vetë shkatrimin Trumpi, ka të bëjë me atë që shpjegon Tageri për ditë, se Tageri që bën një superreagim për këtë të Pashkën. Tageri ka një vit që ka ndërtuar një si thosh koalicion real opinionbërje në Amerikë, politik, që është demontimi i fuqisë të Izraelit nëpërmjet votave të krishterëve sionistë, që është një kategori e krishterë në Amerikë, që është e manipuluar prej 120 vjetësh duke falsifikuar librin e shenjtë, Biblën, ku i thuhet që ne nuk kemi pse ta shohim popullin e Izraelit që duhet bëhet i krishterë, që të gjejë besimin te Krishti. Ata janë special, ne jemi shërbëtorët e tyre. Dhe atje kjo luftë reale lidhet shumë ngushtë me deklaratën e Trump mbi Pashkët, sepse ka të bëjë me shëmbjen e disa miteve, pikërisht për të çmontuar kontrollin e judejve mbi Amerikën. Sepse kush është lobi real, qeverisja reale judeje në Amerikë, quhet AIPAC. Nga se përbëhet AIPAC-u? Përbëhet nga 3 kategori. Sorosistët, Bibi Netanyahistët dhe të krishterët sionistë. Janë 3 grupe. Pra grupi konservator jude, grupi liberal jude dhe grupi krishterëve sionistë. Por realisht votat i kanë krishterët sionistë. Që do thotë lufta reale që po bëhet në Amerikë ka të bëjë si do të çmontohet ky kontroll i judejve mbi të krishterët amerikanë. Kjo është lufta reale. Prandaj thash nuk duhet përgjigjet Sevini sepse nuk mund të përgjigjet që ka besimin. Dakor. Wilsoni ka rënë në reputacioni presidentit amerikan pas një viti në pushtet, domethënë reputacioni ndërkombëtar dhe brenda është sondazhet e fundit Donald Trump është lideri i dytë më i urryer pas Bibi Netanyahu. Pra shkojnë paket. Po. Sepse natyrisht ka një gjë të mirë që Trumpi dhe grupi Trumpit bashkë me Elon Musk dhe këta bën është liria e shprehjes dhe pikërisht kjo liria e shprehjes sot është kthyer edhe vetë Trumpit në bumerang, por është bërë armë më e fortë që i është kthyer kundra Izraelit. Izraeli ka humbur, mendoj unë, armën më të fortë që kishte, kartën e viktimës.
Pra askush nuk e sheh më Izraelin si viktim. Të gjithë e shohin si një vend genocidial, uzurpator, sionist, është lufta. Edhe si ideal plan prishës. Po, Sepse të gjithë e kanë parashikuar që dje, që kur u bë marrëveshja ose që kur u bë deklarata që po prisnin në çdo moment që Izraeli të bënte lëvizjen në kundërshtim me armëpushimin që u vendos, Që do gjithë bota. po. që e duan Xhepi të gjithë gjithë- qytetarët e botës, por jo Izraelitët. jo amerikanët sionist dhe jo Europa. Jo, s'më do them për Amerikanët sionistë. Amerikanët sionistë paguajnë çmimin e naftës, njësoj si Amerikanët jo sionistë. Atëherë edhe një herë, po flasim edhe ndava qytetarët, Dëgjoj, gjithë bota qytetarët. gjithë maga e mbetur, e ka bërë trokitur marrëveshjen. Absolutisht, po jo Franca e makronistëve, jo Gjermania e Merzve. Pra, elita europiane dhe sioniste amerikane e duan këtë luftë sepse sikurse dhe Izraeli. Jo, nuk unë ta kundërshtoj. Sepse është e vetmja mënyrë, duke pasur këtë lloj krize, të mund të zgjasin pushtetin e tyre. Dëgjoj, situata në Gjermani, Francë dhe Angli është bërë inkandeshente në raport me çmimin e naftës. Pavarësisht se elitat kanë projekte të tyre të Great Resetit, është situatë që nuk zgjidhet më. Dhe ato janë të gjithë në ngërç, në nivelin gjithë bota është në ngërç. Domethënë i fitues është Rusi, sepse është vend që ka energji dhe ku ta gjetë ta eksportojë, me çmim sa më të lartë, dhe mbi të gjitha po thyet miti i shkakut të bojkotit evropian ndaj Rusisë, me atë që po bën Amerika në Iran. Pra ku çka mbetur më? Unë do thoya që të vetmit që nuk e duan armëpushimin janë vetëm judejt që duan luftën. Dhe kush janë judejt që duan luftën? Elita, një pjesë e popullit idiot të Izraelit, po jo gjithë populli i Izraelit. Atje bombardimet e Iranit e kanë kthyer jetën në ferr, ka filluar eksod nga Izraeli. Largohen se nuk jetojnë më dot në këtë terror. Dhe ajo që është perspektiva është dhe më e rëndë se sa çasti, sepse Irani nuk do ndaloj. Armatim ka. Domethënë Irani Edhe të lirë. Fuqia armiku më i madh i Izraelit sot është bërë super armik për Izraelin dhe kjo është merit e mallkimit më të madh të Izraelit, që Donald Trump. Kastriot, tani kemi të bëjmë sipas teje me MIG-ën apo me MAGA-ën? Pra, është Make MIGA. America Great Again apo Make MAGA- Israel Great Again? MAGA ka nevojë të ridimensionohet, të shohim çfarë kandidatësh mund të nxjerr, qofse mund ta rilind veten si lëvizje. Përfundimisht kanceri MIGA e ka ngrënë organin MAGA. Pra MAGA nuk ekziston për moment? MAGA siç e kemi njohur, siç e ka drejtuar Donald Trump, nuk ekziston më, padyshim jo. MAGA tani duhet të shikojmë nëse mbijeton dot apo jo. A fitojnë terren demokratët në Amerikë nga kjo situatë? Patjetër, Patjetër. patjetër. Po do ketë çarje votash. Do ketë njerëz të pakënaqur, MAGA të vërtet që kandidatët që do mbështes Trumpin nuk do t'i votojnë. Po zgjedhjet në Amerikë tani si i parashikon? Unë besoj që i fiton Partia Demokratike dhe mbase është më mirë kështu, se me këtë Trump të çmendur të zgjidhur nga zinxhirët, mbase duhet një kongres dhe një senat i kontrolluar nga demokratët që të ketë një lloj balance, që të vim në kushte më normale në zgjedhjet presidenciale. Për mua Trumpi e ka mbyllur misionin e vet. A shkarkohet apo jo, presidenca e tij ka mbaruar. Mund Ka prodhoj mbaruar. Po, për mua ka mbaruar Po presidenca e prodhoj tij. armëpushim si ka mbaruar. Po çfarë pastaj? Kur ti bëhet biografia, çfarë do thuhet? Që bëri armëpushim? Do thuhet që bëri një luftë, që kërcënoi një qytetrim, që mblodhi idiotët më të mëdhenj të botës dhe i bëri zyrtar të lartë në Shtëpinë e Bardhë. Duke filluar nga Paula White, shefja e zyrës për fetë që thotë ky është Jezu Krishti. Kush që del kundër këtij është kundër Zotit. Ke Pete Hegseth që thot brenda javës dy gjëra të tmerrshme, njërin më të tmerrshme se tjetrën. E para thot s'ka mëshirë, s'ka robër. Pra ushtarët e mi, kudo që të shikoni armiq vritini, edhe nëse kanë ngritur flamurin e bardhë, që është një skandal. Dhe s'kalon një javë bën skandalin e dytë. Edhe thot ne në këtë luftë që po bëjmë preferojmë lethality over legality. Preferojmë numrin e vdekshmërisë të lartë në raport me ligjshmërinë. Pra më mirë të ketë vdekshmëri të armiku se sa ligjshmëri në veprimet tona. Ku ta kapësh më përpara? I ke parë fotografitë dhe videot që vinë pastorët edhe i vënë dorën në supë Donald Trumpit? Po. Po domethënë, Shën e Leonora ka qenë kështu, që mendonin njerëzit që po ta preknin merrnin shans.
merrni fat mirë. Ata e bën me beku. Trumpi është bjellë si shënë Eleonora, e kupton? Mund ta krahasojmë. Është bërë si shënë Eleonora, me një kokër mashtruesi që ka qeft që ta përgëdhelin. Dihet edhe emri i Trumpit tani aeroportit të Palm Beachit, një mrekulli vërtet, Enver Hoxha mos e ka bërë. Aeroporti i Shqipërisë nuk quhet Enver Hoxha më burr. Do quhet tani, do thuash ti ka dhe president tjerë që janë vënë emrin. Po jo kur kanë qenë detyrë. Kanë Mazudekës ndoshta. Jo, të gjallë. Po. E ka Amerika këtë. Po janë detyrë. Po janë detyrë, po. Qartë. Okej, do të shkojmë në një hapësirë publicitare e kthehemi për pjesën e tretë e emisionit. Jemi rikthyer për pjesën e tretë e emisionit. Ku futet Shqipëria në këtë luftë? Avokat, Shqipëria ka pas tone shumë të ashpra. Pse qesh? Ndaj Iranit, duket se atje hidhen po pra, atje hidhen raketa, ndërkohë në Shqipëri hidhen deklarata. Jo vetëm kaq. Në Shqipëri kemi shpallur luftë de facto Iranit, pasi kemi shpallur Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë terroriste. Po. Çfarë do thotë të shpallësh një ushtri organizatë terroriste, sipas ligjeve ndërkombëtare? Çdo antar i kësaj garde, nëse kalon kufirin e Shqipërisë për pushime, turizëm, do të arrestohet me ligjet e antiterrorizmit, apo? Që do të Shqipëria i ka shpall luftë de facto Iranit. Kujt? Iranit. Që s'do më shpall luftë as i vend botë, apo? Okej. E para. Arsye pse e ka shpall luftën. Sepse Shqipëria sot ka gjysmën e qeverisë kontrolluar direkt nga Izraeli. Kemi tashmë një kalim të gjithë pushteteve të Shqipërisë në Izrael, ku Rama ka shkuar bashkë me familjen, si babysitteri i judeut që kanë shtëpi, që quhet Zaho, ta kam shpjeguar në këtë emision historinë e Ramës, dhe i ka thënë Izraelit që aman më shpëto nga Trumpi. Se ti i ke mirë me Trumpin, ti e kontrollon Trumpin. Dhe i ka afruar Shqipërinë në tavolinë me 3 elemente. Elementi A, kjo është toka e tyre, tekstualisht të fjalë, janë të mirë pritur për halle për qef, çat kenë. 2, i ka ofruar gjithë infrastrukturën ushtarake dhe të sigurisë kombëtare i Izraelit nëpërmjet kompanive që kontrollohen nga individ që kanë dyshime që janë të lidhur me Mossadin dhe që janë në listën e zezë të bashkimit të NATO-s për tenderime, siç është Ron Jeffet, me kompaninë që ka i është vjedhur të gjitha kontributet Turqisë për Shqipërinë dhe janë dhuruar falas një kompanie private izraelite, siç edhe gjithë infrastruktura digjitale është ofruar Izraelit. E treta, pikat më nevralgjike të asaj që quhet shtet janë njerëz të Izraelit më shumë se të Shqipërisë. Janë shabat gojimët e tyre. Ke ministri i drejtësisë, një pastor sionist. Ke ministrin e mbrojtjes, koordinatorin e një kompanie ushtarake izraelite. Ke ministrin e brendshëm, një zog të qyqe Soros, një produkt të Sorosit, një projekt të Sorosit. 4. Ke ministrin e jashtëm, një shabat gojim, lëpirës, që para se t'i lexoj deklaratat e Ramës, merr konfirmim në Izrael. Pra, pikat kyçe të qeverisë të një vendi, jashtëmja, drejtësia, mbrojtja dhe brendshmja, janë duart e Izraelit. Dhe tashmë agjensitë e sigurisë së Shqipëri po na përgjojnë, në dëgjoj me vëmendje, po na përgjojnë se kanë filluar hetime ndaj njerëzve që bëjnë propagandë iraniane, sepse po të mos mbrosh Izraelin, automatikisht duhet të jesh Iranit, apo? Po duhet ta bëjnë këtë për një 2 milion shqiptar. Sepse në Shqipëri ka një ndërgjegje të rritur për të kuptuar edhe Ramën, edhe Izraelin. Po kush është Shqipëria në këtë çast? Shqipëria në këtë çast është vendi që ka shkatërruar pa aeroplan të Amerikës dhe të Izraelit, pa raketat e Iranit, të gjithë infrastrukturën e saj gjeopolitike, ku ka një thelb. Çdo vend ka një pozicion gjeografik. Irani, Zoti i ka dhënë gjerën e Hormuzit, që përcakton fatin e botës. Ne shkretëve na ka dhënë Zoti portën e Durrësit. Po. Porti i Durrësit nuk është port për ne, është port për rajonin. Nuk është port për Ramën apo për 2 biznesmen që vënë vinça. Është port strategjik i sigurisë rajonale dhe arsyeja pse Gjermania kanë target Ramën lidhet me portën e Durrësit thelbësisht. Pasi është rol destruktiv i shkatërrimit të infrastrukturës dhe të rëndësisë të kombit shqiptar, kombit, jo shtetit. Kombi do thot Kosovë, do thot Maqedoni, do thot Malzi, kudo që ka shqiptar, s'po them për çamërin, sepse nuk është argument për ta dhënë, po ka shkatërruar peshën tonë rajonale, duke shkatërruar asetin që përcakton rrugët e Ballkanit. Në një kohë të konkurrencës botërore me Kinën. Ku Kina kontrollon portet në Greqi.
Dhe Shqipëria nuk ka shkatruar portin siç mendojnë ca, siç të vjedhi Rama ca lek, ke plazhi Durrësit, ke porti Durrësit. Është projekt anti-shqiptar, pasi Rama punon kundër Shqipërisë. Dhe në këndvështrimin tim, Shqipëria, që i ka kaluar të gjitha vezët e Ramës në shportën e Izraelit, me shpresë se Izraeli do shpëtojë nga Amerika, në teorinë time, teorinë e lojës më saktë, që kam analizuar gjatë natës dhe gjatë ditës, më rezulton që për fatin ton të mirë, Rama e ka vënë shportën me vezë të cilat do të thyen të gjitha. Sepse Izraeli nuk e shpëton dot Ramën. Në çast më ta shpëtoj këto ditë, që uret janë turbullta, po me realitetin e ri që po ndodh, Izraeli nuk do ta ketë më atë fuqi, me atë që po shohim në perspektivën botërore. Luftën që ndodhi e shpëtoi pak a shumë sepse ishte E shtyu afatet. po shtyu afat. 34 ditë. Kastriot, ku futet Shqipëria në këtë histori? Ku futet Shqipëria? Po. Vëri me drejtë atje ku hyn me dëshirë. Jo, po pse qeshëm burse tani? Po se është për të qeshur, po. Jo, edhe herë, o Kastriot, se Urdhër. t'japim seriozitet. Ne kemi antar të Mekut në Manës. Po. Domethënë nuk është kaq për tu marrë me kemi deklaratë ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë që tha njoftoi shtetet e vet keni kujdes se 1 2 3 4 problem. Dhe çfarë Rama pastaj fal? Nuk ka problem të Rama. Pse s'ka problem? Mos nuk ishte për ne deklarata, mos ishte për Ramën. Kujdes me këto falс flagët e Izraelit në Shqipëni, me ty Edi Rama. Pra, Dhe ti Rama mendoj më që njëherë tha, dhe Rama më njëherë tha, jo s'ka kështu gjërash. Mos ishte që po flisat ata dy dhe ne ishim spektator. Po besoj se mund flasin edhe kështu privatisht Altin, apo jo? Jo. Këta mesazhe ndërkombëtare vëlla. Prit tani, sa pyeta Kastriot. Pra kemi Mekun. Që s'duhet ta kishim. Po pra, tani ka një rrezik potencial për Shqipërinë sipas te. Në teori Meku mund të ishte një objektiv për të goditur, po përpara Mekut është baza e Kuçovës, nëse do të ketë goditje. Dhe baza e Kuçovës ka shumë të ngjarë që tjetë duke u përdorur, ndërkohë që Franca, Spanja, Slovenia, Italia kanë refuzuar hapësirën ajrore. Po në Shqipëri nuk bëhet fare diskutim, as nuk e përmend as qeveria, as parlamenti, as kush apo përdoret apo jo. Meku mund të ishte një objektiv i dytë, mendoj unë, pas bazës Kuçovës, ndërsa objektivat civile unë mendoj se nuk kërcënohen nga Irani, por kërcënohen nga ata që janë mësuar të bëjnë operacione me flamur të rrem. Edhe t'ja faturojnë shteteve apo organizatave në thonjza terroriste. Në këtë kuadër e kam parë unë deklaratën e ambasadës amerikane. Për një publik që nuk na kupton këtë që the, mund të jetë Izraeli që të hedhë raketë në Shqipëri dhe të thotë e ka gjujt Irani. Jo, sepse raketa është më kollaj për t'u dekonspiruar se nga ka ardhur, po mund të ketë thjesht bënë eksplozivi, bënë eksplozivi. Kontekstualizova. Domethënë, pra mund të bëhen akte terroriste në Tiranë, fjala bën në Shqipëri, që autorsinë nuk e ka faktikisht Irani, po t'i faturohet Iranit. Për këtë rrezik foli ambasada amerikane sipas teje? Jo, unë mendoj që është ky rreziku. Okay. Ambasada amerikane është pjesë e lojës në këtë rast që nëse ndodh, e keni thënë, ju tham që do ketë sulme ja e bëri, ai shteti i poshtër i ajatollave. Kjo opozita iraniane këtu në Shqipëri ka ndonjë fuqi? Sipas teje? Fuqi në rajon, në Iran? Ajo është opozita në Ata pretendojnë, shiko, Irani nuk ka opozitë serioze brenda. Jashtë ka dy njerëz që janë vetë propozuar, siç ndodhi me Venezuelën. Edhe në Venezuelë dolën dy veta që pretenduan që ishin profesuesit më të mirë të opozitës. Iran gjoksit edhe i thonin Trumpit na zgjidh ne, na bëjnë. I pari ishte ai që humbi zgjedhjet, Guaido, e dyta ishte kjo zonja që mori Nobelin dhe shkoi ja bëri dhuratë Trumpit gjoja Nobelin në zyrë. Në këtë rast kemi të birin e shahut, që është vetë propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka thënë që unë dua vetëm të ndihmoj popullin tim, por nuk dua pushtet. Unë më thënë i vetmi mbret që s'do pushtet do jetë ai në këtë rast. Ku është ky? Në Amerikë. Në Amerikë. Dhe meqense ky nuk mori me sa duket një nxitje të madhe, se po ta shikosh edhe në media nuk del më. Që kur filluan protestat e derisa filloi lufta, ky ishte figura qendrore që merrin intervista në studiot televizive perëndimore për dhënë opinione për ndryshimin e regjimit në Iran. Tani ka filluar të flas Mariam Rajavi nga Parisi, pra shefja e këtyre që kemi ne në Manës. Unë si për njërin, si për tjetrin mendoj që e kanë humbur lidhjen me terrenin atje dhe nuk kanë fuqi të bëjnë opozitë vërtet. Mariam Rajavi pretendon që përpara 6 javësh, punë 2-3 ditësh nga fillimi i sulmeve SBA Izrael, ka bërë një aksion të armatosur, ka synuar selin e Ajatollahut, ajo thotë që kanë marrë pjesë
250 luftëtarë të armatosur, dhe në këtë përpjekje thot ajo kemi humbur, në janë vrarë ose arrestuar 100 luftëtarë. Që i bie që ka qenë luftë e vërtet në zemër të qytetit, 250 veta të armatosur, nuk është gjë e vogël. Sipas kanë hyrë këto 250 veta aty. Jo, nuk kanë hikur, nuk kanë nga brenda. Qartë. Ky është pretendimi, që kemi njerëz të tanë terren që rrinë në Paris edhe në Manus. Jo, po shiko, edhe Irani nuk është se i kontrollon dot 100% kufit e vet. Kjo s'është një çudi, ty në të dalin kurdët në Iran, në Irak apo në Turqi. Po, kjo është gjë që ndodh. Fare raste të tilla. S'është kjo pjesë e rëndësishme. Pjesa e rëndësishme është kjo tjetra, që në Iran s'kishte asnjë lajm për këtë sulm. Qartë. Pyetje personale. Po. Ti, avokat Altin Goxhaj dhe disa tjerë, unë gjykoj që mund të jeni në survejim nga ana e shërbimeve. Cilave shërbime? Shërbimeve. Po cilat shërbime? Kaq pra mund të them tani, përsa i përket aktivitetit që keni bërë kohë të fundit. Keni përgjigje për këtë? Po si të kemu përgjigje kur ti nuk më thua cilë shërbim? Mirë, okay, Altin, keni përgjigje për këtë? I drejtohem Ramës, që të në shofi, sepse është Rama pas sa gjë. Kur të duash, si të duash, nga të duash, sa herë ka ardhur, më ke bë më shumë faktorë si çisha. Më ke shtu vërtetin e videove se me gjyqje, me ligje, me prokuror e me hetus ke dështu gjithmonë. Të mirë pres për reklamën e madhe që të na bësh. Jo mua, po të gjithëve, atyre që do u vish ka pas për këtë idiotësi. Liria e shprehjes është e shenjtë. Dhe ti jo të thuash jam mbretet çfarë thjesht, po ka hikur ajo kohë që kishe fuqi partia jote, ti mbyllte gojën njerëzve nëpërmjet kërcënimit. Ka ndryshuar loja. Sidomos tani që ti i ke lënë gjithë vezët e tua në Izrael, e që do të thyen gjitha vezët e tyja të kyçes. Okej. Kastriot, ti nuk ke ndonjë koment për këtë? Po koment për një gjë që nuk e di. Dal pra te grupi që je pro Iranit domethënë. Këtë cili grup kam dalë? Po kë është i grup në Shqipëri më nuk e di ti? Po jo, mos e di që ka dalë emrim, ma tregoj që ka dalë emrim. Unë po them tani, një gazetar nuk i tregon burimet e veta. Unë ta hodha tavolin. Po ti hidhe tavolin sa duash, unë s'jam as pro Iranit, as pro Rusisë, as nuk merrem me tilla bullallalliqe, se i dëgjoj shpesh. Kam dhe një koleg me cilin përplas brirët çdo fundjavë. Mustafa Nano. Që quhet Mustafa Nano, që edhe ai më akuzon që jam simpatizanti. Jo ti, ata të tjerët që më kanë futur në grup. Ata të tjerët që më kanë futur në grup. Ti të them që janë tre agjensit. Po. Një është Shishi, që është sektori antiterrorit, dhe që ka marrë urdhër për të mbikëqyrur të gjithë shqiptarët që bëjnë propagandë iraniane. Për kufizimi propagandës iraniane është mos me qenë lëpirës i sionizmit. 2. Është drejtoria e policisë shtetit, njësia që merret me antiterrorin, të cilët janë zarat e këtij drejtori të Belinda Ballukut, ose më saktë drejtorit të bandave që koordinoi Belinda Balluku dhe që lobohet të kenë këtë drejtor policie, të cilët duan të fitojnë pikë, duke i rreth mendja gjithmonë që Izraeli po fiton. E treta që është grupi më delikat, është grupi i këtyre organizatave jo qeveritare të Sorosit, që financohen nga burimet e Sorosit për të mbikëqyrur rrjetet sociale dhe për të bërë censurë në rrjetet sociale. Kanë 4 ditë, më kanë sulmu të gjitha llogaritë, jo 5 ditë bën që më kanë sulmu të gjitha llogaritë. S'kan bërë dot gjë dëm, përveç se bllokuan një llogari me 100 rritëse që kishin hapur fansat mbështetësit e mi. Këtë po ja bëjnë gjithëve. Janë 3 grupe pra, idiotësh, shabat gojimësh, lëpirësish, që kujtojnë se Izraeli po fiton. Okej, Sevin, ku futet Shqipëria? Themi edhe herë të tema kryesore, se do pyes dhe Vilconi. Ku jemi në këtë histori? Dhe çfarë rreziku kemi tani? Se dakord ju e merrni me çeshme. Ne kemi pas një rrezik deri para ca ditësh, sepse edhe Meku edhe Birsha dhe Shahu e kanë pas është përfolur për ndryshim regjimi dhe kjo është edhe arsyeja nisjes së luftës. Por së fundmi kjo teori ka rënë totalisht edhe janë dakorsuar të gjitha palët që nuk do ketë ndryshim regjimi duke filluar nga SBA-ja dhe çdo kusht tjetër. Dhe këtu bie dhe frika eminente e në një ataku kundrejt Mekut. Çdo gjë që mund të ndodhi nga ky moment në vazhdim mund të jenë vetëm false flag ose flamujt falso, sulmet falso për të inskenuar si një sulm iranian, edhe kjo do t'i jepte një frymarrje përkohësisht Ramës, por kaq. Domethënë Shqipëria është aq periferike
sikurse gjithë Europa në këtë luftë, edhe ne që jemi bishti i bishtit të Europës, por e vetmja lidhje që ne kemi është prezenca e Mekut këtu edhe ambicia e Ramës për të pasur një alibi në këtë bllokim ndërkombëtar që ka pas. Kemi Mekun, që është në Po pra një sekond, për ta mbaroj. Po. Kemi Mekun. Kemi Shqipëria është vendi i parë që e ka shpall terroriste, organizatë terroriste, gardën revolucionare, pra ushtrinë e Iran. Nuk kemi ndonjë shtet tjetër në Europë që ta shpall këtë. Pra ke dy momente. Momenti i tretë është lufta që ka dëbu këta, domethënë që thonë jo po janë spiun etj ata janë historira të tjera. Momenti i katërt ka të bëjë me atë që tha zoti Goxha, avokati, që ti domethënë Edi Rama shkon të bën vizitë në Izrael, ku nuk ka shkuar askush me vizitu Bibin Netanyahu dhe me bëu ato biseda që u bën. Momenti 5 është ministrat, jam shumë dakord. Ka shkuar Milorad Dodik. Ka shkuar Milorad Dodik. Milorad Dodik s'ka pesh. Ky është niveli. Po pra dakord niveli, po s'ka mek në Bosnjë Hercegovinë domethënë. Tani, momenti 5 është çështja e ministrave që janë në tavolinë. Pra ka ministra me datë 26 shkurt, një muj fiks mas vizitës Ramës në parlamentin e Izrael. Pra, janë lëvizje shumë të forta. Dakord. Kjo pra është ide. Vilson, si e shikon ti? Mu më kujtove një histori në fakt me këtë rezolutën që bëri parlamenti shqiptar, është historia kur Gjermania sulmoi Poloninë dhe u mblodh plejësia e Këlqyrës dhe e dënoi si akt. Siç u mblodh plejësia e Këlqyrës, po, nuk ka pesh. Unë shikoj ndryshe. Jo, po tani që të bëjmë analizë. Po. Së pari, nëse Irani do sulmonte kampin Ashraf 3, pra ku është opozita iraniane, do hynim në një gjyq ndërkombëtar në rast se ai është një tokë shqiptare, por harrojmë që Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe aktivizohet në një pjesë i NATO-s. Kush ka leverdi? Së pari njëri Irani nuk ka leverdi. Momentalisht ka 7 shtete kundra. Ose po lufton kundër 7 shteteve. Vetëm Izraeli ka leverdi. Ne tani të bëj dhe një luftë kundër aleancës më të madhe ushtarake aktuale. Pra dhe kundër Spanjës? Po pra. Dhe përsa i përket pastaj Reza Pavlavit, që është biri i shahut, më kujton Legazogun që u kthye mbas komunizmit dhe do të vendoste prapë monarkinë. Me ka humbur komplet Po pra, po ky ka mbështetje amerikane. Po s'ka mbështetje popullore, më le të kesh edhe Legazogu pat mbështetje amerikane, nuk pat mbështetje popullore, u bë referendumi, nuk e fitoi. Ose më saktë mos i hym asaj temës që është e diskutuar, po një njerëz që del në bisedime me Izraelin, kur s'mund të bëhet as këshilltar bashkiak në Iran. E lëmë president apo mbret. Apo te muri lodhve, siç ka dalë Reza Pavlavi. Po. Kështu që as Meku, madje flitet, sipas informacioneve të mia, që kanë ardhur mbi 2000 në kampin Ashraf 3 dhe aktualisht nuk janë më shumë se 800, se shumica kanë dezertuar, janë larguar, kanë parë jetën e tyre. Por pse ju fut policia këtyre? Policia ju fut sepse erdhën informacione nga Irani, të cilët bënin sulme të targetuara kundër qeverisë iraniane, sulme kibernetike dhe propagandë anti-iraniane. Nga Shqipëria. Nga Shqipëria ku? Nga Meku, nga Manza brenda. Dhe në këtë moment u vunë në dispozicion këto dokumentat të cilat erdhën si korrespondencë e Iranit në Shqipëri. Ishte e vërtet domethënë? Po, ishte e vërtet, por në atë moment pak më përpara ndodhi që u largua edhe ambasadori iranian bashkë me zëvendës ambasadorin iranian nga Shqipëria. Prap jemi vetëm shtet që kemi bërë në atë kohë. Flasim këtë gjë. Dhe ata ja sollën si fakt që ne nuk kemi bërë veprime anti-jush, pavarësisht se gjatë kohëve kanë ardhur veprime kundër nesh nga territori juaj. Në këtë moment policia bëri një aksion dhe në atë aksion pastaj nuk u lejua, në fillim e mbaj mend që nuk u lejua nga pjesëtarët e Mekut, të cilët kanë një siguri me një kompani private dhe janë komplet ekstrakomunitar atje me të gjithë jurisdiksionin. Rrin aty dhe u futën me forcë. Kur u fut policia pastaj ato po diçka. Ka pas një viktim në këtë Po, është ka qenë një viktim. Gjatë më saktë ka ardhur si pasojë asfiksisë, sepse dha në ambientet e brendshme dhe në ambientet e jashtme të kampit Ashraf 3 po digjeshin si dokumenta ashtu dhe pajisje kompjuterike, të cilat përbënin prova që vërtetonin më pas pretendimet e Iranit. Shumë pak u fol për këtë histori në atë kohë në Shqipëri. Po, prekte shumë interesa në atë kohë. Sot kanë flitet më shumë. Avokat, tani duhet t'ia sqarojmë publikut edhe një herë me moll. Pra, kemi kryeministrin Rama, i cili
për shkak se nuk ka një marrëdhënie me presidentin e Amerikës Donald Trump, ka zgjedh një aleancë të re me Bibi Netanyahu në Izrael. Dhe fati i Shqipërisë pra është lënë kështu se më kujtu atëherë ku ishte ai grupi Pse nuk e ka marrëdhënien? Hë? Pse nuk e ka me marrëdhënien? Trumpin. Po nuk e priti pra, kërkoi vizitë atje dhe nuk e priti. Janë informacione këtu. Pa e futin bordin e paqes. Bordi paqes, Jo, ta serioz. Jo, prit, do Bordi Paqes Bordi kishte paqes. ftuar po. presidentin e Republikës. U mblodh parlamenti dhe Rama reklamoi pozitivisht dhe opozitën që s'e bën kurrë dhe mori mandat ligjor që i vetmi që më ftoi nga Shqipëria ishte ekskluzivisht kryeministri Edi Rama. Sarisht e ratifikim. Si E pranoi Trumpi dha dorën me mirëpritje. i dha dorën. Po pra, po ishte vendi për ta legjitimuar atë bordin e paqes. Çfarë marrëdhënie kërkon ti? Kjo është Marrëdhënie marrëdhënie. intime Trump. Po jo më marrëdhënie, ai tha flas me Vjosa Osmanin në telefon. Kush Sta për Ramën. Trumpi pra. Merr në telefon tha Vjosa Osmani sa herë kanë javë. Do këtë bërë një batut me Trump. Jo, si ishte batuta ja, Kastriot, të lutem edhe një Po, herë. çfarë Është e thumur? konfirmuar që Ore, Edi Rama Trumpi ka nuk kërkuar di- takim me Marco Rubio dhe nuk i është dhënë takimin. O shok. Nuk i është dhënë takim. Azerbajxhanit. Edhe një herë. E ka thënë, Nuk i është dhënë takim nga Marco Rubio. e ka thënë 3 herë Ramës. Azerbajxhan. Një vjet është Armenia refuzuar ka në qytet çdo Albani. nivel. Atëherë, okay, se është diskutim tjetër, të bëjmë një emision tjetër për këtë. Dhe Spaku sapo ka marrë direktivën nga Amerika, që u zgjodh kryetari i ri i Spakut, filloi totalisht targetin e Tiranës. 90 ditë tha, Po filloi lufta. po pra filloi luftë. Jo, tani edhe herë Altin që t'ia sqarojmë njerëzve se po bëja një analizë. Pra Edi Rama, duke pas parasysh që nuk e ça dot Trumpin, ka shku në Izrael sepse është ideja që Izraeli ka ndikim në Amerikë dhe të çka ka presidentit ofruar. Trump. Po pra, duhet t'ia shpjegojmë dhe herë qytetarëve, Ta të lutem. them. Rama ka ofruar Shqipërinë. Ju hikni, ata vinë. Ata nuk vinë vetëm. Ata sillin paraprakisht emigrantët nga Filipinet dhe India, dy vende pro tyre, të zgjedhura fetarisht. Dhe në Shqipëri hikim ne, vinë 100 kolon të pakënaqur me Izraelin e Sionit për shkak të realiteteve që janë atje, dhe vinë dhe 1 milion shërbëtorë të tyre. Ndërkohë që ne ikim. Ky është projekti i filluar 92 nga George Soros, i cili do të jetë i nderuar për 100 vjet të ardhshme si familja më e famshme judehe në botë, siç u nderuan Rothschildët për krimin e Izraelit, për krimin e Izraelit numër 2. Izraeli shoqërisë hapur, pa ushtri, pa mitralos, pa dron, pa raketa dhe pa terrorizëm, dhe pa luftë, dhe pa tortura, dhe pa popull trim palestines. Po me ne, që ikim, ja mbathim se gjejmë lirinë dhe shpëtojmë, na mësojnë veri këtë. Ikja është liria. Kjo është loja dhe ne na kanë shitur tek parlamenti izraelit në marrëveshje ku ka vajtur babysitteri i judeut vogël Zaho për të thënë atyre që ju do të më mbroni mua, sepse unë po rris fëmijën tuaj. Kastriot, këtë moment të vizitës së Ramës në Izrael, si e pe? Si shërbime që duhet paguar, ka bërë të tjera dhe vazhdon të bëjë. Ai dje ka thënë Izraeli duhet ta di që Shqipëria do jetë shtëpia e dytë e judeve. A ka lidhje kjo me shtetin Bektashi? Dyshoj se ka shumë. Dyshoj se ka shumë. Mund ma dyshoj se- dekriptosh pak? Kam dyshuar si kish në shkohet? fillim kur u hodhi ideja Po, që të krijojë shtetin. Nëse të kujtojnë në atë kohë, në fillim Baba Mondi e mohoi. po. Tha unë nuk jam pjesë, unë nuk e di çfarë. Fillimisht kjo ka dalë nga një deklaratë thënë si në për të, si ka razi nga Rama që e ka botuar New York Times. Po tani në për të New York Times e Kastriot unë këtë se kuptoj. Nuk ishte tema e intervistës kjo. Tema ishte tjetër gjë. Po tani këto Fliste- janë skemat e atyre më por gjithmonë. Dakord, pra. Dhe pastaj u detyrua Baba Mondi ta pranonte që ekzistonte si ide, edhe që ky nuk është U se detyru. kundërshtonte. Po. Po si filloi të shkruajë në gazetat izraelite. Tash ti Babi Mondi është një nga këta që takon shpesh izraelit, madje edhe ushtar Ka plan. izraelit. Ka Jo, taku. jo vetëm ka planin, takon ushtar, i pret në Selia ai, bën dhe fotografi. Ka thënë dhe Po që pse? kjo është për të hetuar pastaj. Ç'është kjo dashuri ka një Restaurimi madhe? i godinës pas tërmetit u bë nga ushtria izraelite. Dhe ajo që unë kam frikë shumë në atë histori është kjo, që në çfarë do lloj forme që të quash që kam krijuar një shtet Bektashi brenda Shqipërisë, do të thotë prekësh kushtetutën, neni për integritetin territorial. Po. Dhe për mua është një vazo Pandore apo një fitil dinamiti që nuk duhet ndezur.
Se pastaj pasojat mund të jenë shumë të rrezikshme dhe të pakontrollueshme. Pra ti mendon që pas shtetit Bektashi fshiten izraelitët? Jo vetëm. Jo vetëm. Jo Po vetëm. edhe izraelitët. Po patjetër, Goxha? jo vetëm Ju Izraeli. jap informacion të konfirmuar. Prezantimet e Babamondit me shtetin Bektashi kanë bërë pastor sionist nëpër Europë të sponsorizuar nga Izraeli. Pastor sionist. Interesant është që pastorët sionistë që e kanë bërë këtë gjë, në thelb, kur kanë folur në rrugë konfidenciale, kanë thënë që e kanë urdhër, nuk është se e kanë me shumë dashuri këtë punë, u ka ardhur urdhri. Dashurbimet që i mbajnë me lek. Ndërkohë që i vetmi njeri që ka bërë vërtet qëndrim të fortë nga pastorët shqiptar ka qenë pastora Kilpano, që është kundërvënë në mënyrë personale, familjare, në të gjitha nivelet e mundshme, po këtë e kemi parë në shumë pak vetë që e kanë bërë në Shqipëri. Dhe komunitetet fetare këtu janë të tredhura, se i kontrollojnë me frikrat e antiterrorit, të shishit, këtyre me lloj situatash, sepse ne nuk kemi klerik, ne përgjithsisht klas hierarkia, kemi thjesht shabat gojim. Shteti Bektashi? Me që jemi në sekondat e fundit, po mundem të shkurtoj. Shkurtimisht. Çdo shtet enklav normalisht është një hapje e një kutie Pandore. Nëse sot do krijoj një shtet enklav Bektashi, nëse mund të krijoj një shtet siç është krijuar në 48-ën Izraelin Palestinë. Pra unë e parë si një hapje rrugë për të prekur kushtetutën, të cilën më pas do t'i hapte rrugë që të krijonte edhe shtete të tjera, po të ishin vend mikpritës i atyre çifutëve jo sionistë që e përmendim gjatë emisionin, që nuk e duan luftën, por duan jetën në paqe në çfarë do lloj toke të jetë në glob. Mjafton të gjejnë kushtet normale për të jetuar. Okej, se vim për ta mbyll me këtë shtetin Bektashi. Duke vazhduar ke ideja e shtetit të enklav, ka dy element që ne kemi e ndjejmë sot edhe ke Izraeli, që është mungesa kushtetutës dhe mungesa kufive. Pra, një shtet që s'dihet se ku fillon edhe ku mbaron, dhe një shtet i cili nuk ka një marrëveshje drejt për drejt të qeverisë me të qeverisurit. Dhe kjo krijon, le të themi, është problemi më i madh që ekziston edhe në termat ligjor. Po ç'nem ne me këtë histori tani Altin? Pse duhet të futemi në këtë vallë? Neve duhet të mësojmë nga historia e Libanit, se si u krijua pikërisht konflikti fetar me sponsorizim të judejve, të cilët këtu ndërtojnë një shtet Bektashi, nëse të krijojnë një komunitet tjetër, mos harroni kanë shkuar në Gorë bullgarët dhe kanë hap Bullgarin në Gorë, sepse i kanë bullgar ata. Sorsi ka shpikur fjalën egyptian në Shqipëri që nuk ekziston, ata janë gjithë shqiptar, kanë 400 vjet, 500 vjet që mund të kenë ardhur mbas edhe më shumë, kanë shpikur enklava, kanë bërë një ligj për enklava. Dhe shteti Bektashi është i pari që hap lojën. Nesër të vinë 10.000 judej zhvendosen, prit dëgjoni se është histori e fundit kjo. Zhvendosen për shembull në Vlorë. Në Sauk të Jo, në Vlorë. Dhe thonë, tu kemi pas dy sinagoga në vitin 1800. 1700. premtuar për 3000 vjet. Është tokë pa premtuar kjo. Qartë. Dhe kështu hapet loja e shpërbërjes, ndërkohë që ne ikim. Dhe po ti shohësh klasën tonë politike, është kaq e neveritshme me lëpirin e tyre, ku zihet Rama me Berishën, kush i lëpiret më shumë Izraelit. Nderuar miq, ky ishte emisioni për natën e Më fal, sotme. harrova, edhe Agron Sheaj, edhe Adreti Klapaj. Unë të falenderoj shumë të ftuarit që kisha sot dhe ndam to mendime, Kastriot Çipin, faleminderit Kastriot, Faleminderit. Sevin Serjani, Vilson Kulemani dhe avokatin Altin Goxhaj, faleminderit avokat. Ndërkohë, përpara se ta mbyll emisionin, ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 dhe gjatë fundjavës. Për ta mbyllur unë kam gjetur një material. Altin, ti ke qenë javën e kaluar dhe unë prezentova një dorase ku kalonin makina. Ishte me fjalë mendo pasaporta europiane. Kjo është pasaporta europian, po ti nuk e di se çka ka ndodhur tani aty. Aty kalojnë çdo ditë një fugon me 30 fëmijë. Fatmirësisht nuk ka probleme të tilla, por një makinë duke kaluar aty kishte ngec tek ura, tek kavot e urës, kishte rrëshqit nga shiu dhe se është urë me drasa, nuk është e denjë për me kalu kalimtarët. Ndodhet në Suk Vendas, Bashkia Kruj, dhe qytetari më dërgon videon se si e kishte nxjerr Vinçi pastaj me makinën sepse kishte rrezikuar jetën. Bëhet fjalë me ra në ujë. Unë e bëra paralajmërimin. Jo, sipas ligjit, gjithë hierarkia që monitoron rrugët do të futet burr për veprën penale të rrezikimit të jetës fëmijëve. Unë e bëra paralajmërimin Altin javës kaluar. Domethënë fjala nuk sjell mort, por ta ndjekim këtë material. Natën e mirë.
Ju përshëndes gjithëve, jam këtu sot për të bërë një denoncim në lidhje me urën në Sukth Vendas. Para disa ditësh ju kam prezantuar një urë të çuditshme, që nuk është e denjë me të thënë drejtën për të kaluar njeriu, e jo më mjeti, e aq më pak një fugon me 30 nxënës. Sigur të mos mjaftonte vetëm kaq, ditën e sotme është rrezikuar jeta e një banori i cili ka kaluar me makinë në këtë urë. Tani do ju shfaq momentin që makina ka përjetuar në urë, kanë qenë faktikisht çaste paniku dhe ka thritur bashkëpunëtor, është një banor nga Sukthi Vendas dhe i ka mbetur pikërisht makina në kavot e urës. Pra ka rrëshqitur si pasojë edhe e shiut nga dorrasat dhe dëmi sigurisht i makinës është kolosal, por shqyqyr që mbaroj me kaq dhe nuk kemi rrezikim jete. Më vonë kanë ardhur njerëz e kanë ndihmuar dhe e kanë nxjerrë makinën pikërisht nga ura. I bëj thirrje të gjithë niveleve të qeverisë që ta shikojë me vëmendje këtë urë. Për mendimin tim duhet mbyllur 1 orë më parë që mos të krijohen tragjedi. Siç ju kam njohur, aty kalojnë rreth 30 nxënës çdo ditë me fugon. Imagjinoni se çfarë katastrofe mund të ndodhë në këtë urë. Për t'ju rikujtuar edhe herë se ku është kjo urë dhe çfarë ndodh, ju lutem të ndiqni videon që kam postuar në rrjetet sociale vetëm para pak ditësh. Pikërisht në këtë urë kalon fugoni për të transportuar 30 fëmijë të paktën të fshatit Sukth Vendas, të cilët kanë zgjedhur të shkollohen në fshatin Bupq, dhe ata për çdo ditë kalojnë në këtë urë në fugon. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në fshatin Sukth Vendas, njësi administrative Kodër Thuman, Bashkia Krujë. Ndodhem pikërisht në këtë urë, e cila shërben si një urë lidhëse komunikimi midis fshatrave të Gramzës, Sukthit Vendas dhe pjesës tjetër të Ishmit, apo që na lidh me pjesën tjetër të Durrësit. Këtu kalojnë makinat. Po, është e vërtet. Këtu kalojnë makinat në këtë urë, e cila është arnuar, siç e shikoni, pra këtu ka një kompensat. Banorët po ashtu vetë kanë ndërhyrë duke vendosur një kompensat tjetër këtu, dhe këto dorrasa që janë të gozhduara, pra siç e shikojmë gozhda këtu, gozhda këtej, shërbejnë këto, pra dorrasa këtu dhe dorrasa këtu shërbejnë pikërisht për të kaluar gomat e makinës. Në këtë pozicion ku ne jemi, ndahen dy bashkitë me njëra tjetrën. Pjesa këtej i përket pikërisht bashkisë Krujës, sa pjesa në të djathtën time, siç e shikoni, janë fshatrat e Ishmit, njësisë administrative Ishëm që e kap në vetvete Bashkia Durrësit. Për të lidhur dy bashkitë, Bashkia Durrësit dhe Bashkia Krujës, makina do duhet që të kalojnë për çdo ditë në këtë urë që nuk ka asnjë element sigurie, fare. Pra, makinat, jo këmbësorët. Këtu nuk ka asnjë element sigurie. Pyetja ime që kam publikisht për kryeministrin, i cili na ka ofruar zgjedhjet e fundit konceptin e pasaportës europiane dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030. A ka në vend tjetër të Europës Perëndimore apo të Bashkimit Evropian që ka këtë urë, këtë lloj ure me këtë lloj standardi sigurie që të kalojnë makinat? Në rast se është përgjigja po, ne do ta pranojmë. Në rast se është përgjigja jo, atëherë të merren masa dhe të ndërtohet një urë denj për të kaluar këtë lum që shikoni këtu, që është sigurisht shumë i rrezikshëm kur ka prurje të larta dhe nuk mund ta mbaj dot kjo lloj ure që kemi këtu. Kjo urë duhet mbyll për mendimin tim edhe për këmbësorët. Pra të ndërtohet një urë e re që të lidh Bashkinë e Durrësit me Bashkinë e Krujës.